Përshëndetje gjithëve, në këtë seancë ne do bëjmë të mundur përdorimin e programit të Word-it. Ndoshta shumica nga juve jeni edhe të njohur me këtë si program për detyra kursi ose në për nevojat e tuaja personale. Programi i Word-it ka një përdorim shumë të madh, është një ndër programet më të përdorshme të paketës së Microsoftit. Por në këtë video ne do marrim një nga një disa nga funksionalitetet më të rëndësishme të këtij programi që na lejon për ndërtimin e disa raporteve, dokumentave, formave, për nevoja ditore të zyres ose punëve të ndryshme ose edhe për nevoja personale të cilat janë të nevojshme dokumentimi i tyre dhe përdorimi i këtij programi. Në qoftë se programi nuk është i afishuar në desktop, siç është në këtë rast, ju mund ta keni në ikonat e mëposhtme, varet nga përdorimi ose varet nga çfarë ikonash mund të kemi të shfaqura, ose nëse nuk e gjeni mund të bëni një search ku kërkoni me fjalën Word dhe programi hapet. Pas klikimit ne jemi në home, në shfaqjen e programeve, në shfaqjen e të gjitha elementeve kryesore të home. Kemi një blank document që është një dokument i zbrazur, që do të thotë është një faqe boshe e dokumentit Word, nga ku ju mund të ndërtoni tekstet, grafiqet ose tabela të ndryshme në dokumentin Word. Ose mund të kemi dhe template. Templatet zakonisht përdoren janë formate të gatshme, të cilët janë të ndërtuara nga Word-i dhe që përdoren për rastet e caktuara për arsye biznesi ose për arsye të ndryshme. Në marr templates ne marrim edhe më shumë formate të gatshme. Këto formate të gatshme ne mund t'i kemi të kategorizuar, ku në formën e biznesit janë disa forma të gatshme Word-i për qëllime biznesi, kartash, letrash, rezumesh ose pushimesh. Të gjitha këto janë të përgatitura nga Word, duke qenë se gjuha përdorimit është gjuha angleze, këto janë të shkruara në anglisht, të thjesht editohen me përmbajtjen tuaj dhe me gjuhën shqipe. Marrim për shembull të biznesit dhe këtu ne mund të shikojmë disa forma të gatshme të përgatitura nga Word, siç janë për shembull karta biznesi, mund të keni forme të ndryshme që janë performancat e punojësave. Këtu është një vlerësim i performancës për një biznes të vogël, është një format i gatshëm ku ju thjesht mund ta editoni dhe të vendosni të dhënat tuaja dhe të dhënat e biznesit tuaj dhe të përdorni këtë si format. Ose mund të merrni edhe formate të tjera, siç janë për shembull një kartë biznesi ku ju mund ta hapni dhe mund të krijoni kartën tuaj të biznesit duke vendosur emrin tuaj dhe duke edituar të dhënat tuaja personale sipas formatit të kërkuar nga biznesi ose sipas dëshirës tuaj. Le ta hapim edhe një herë programin Word dhe marrim gjithashtu në search ju mund të kërkoni edhe një dokument me emrin që ju tashmë e keni ruajtur. Dhe më poshtë shfaqen dhe dokumenta të tjera në Word që juve vetë i keni ruajtur në folderat tuaj. Si fillim ne do hapim një dokument të thjesht Word-i i bardhë, një faqe e bardhë Word, dhe pasi ajo është hapur, ne shikojmë që jemi në rabën ose në menut e Word-it ku është në home. Ne mund të shënojmë për shembull një orë mësimi dhe është një tekst i thjesht i shkruar në Word. Në home ne kemi mundësi që përmes funksionaliteteve të ndryshme ne të mund të stilojmë formën e të shkruarit. Ne mund të përdorim një formë shkrimi të ndryshëm sipas dëshirës dhe nevojës së formatit ose ndoshta edhe të përcaktuar nga detyrat e kursit ose të përcaktuar nga biznesi. Mund të përdorim atë format shkrimi që mendojmë që është i përshtatshëm ose që kërkohet për dokumentin. Ne mund të përdorim një madhësi shkrimi të caktuar, zakonisht mund ta përdorim me vlerë numerike ose nëpërmjet këtyre dy ikonave ne mund të bëjmë zmadhimin ose zvoglimin e shkrimit. Gjithashtu mund të bëjmë një
theksim të mënyrës së shkrimit, ose mund ta bëjmë një shkrim pjertas, ose mund ta nënvizojmë një shkrim ose një citat të caktuar, ose një gërm të caktuar, ose një fjali të caktuar, në varësi të nevojës son për dokumentimin e atij teksti, ose ne mund t'i heqim të gjitha të selektuara. Gjithashtu janë dy funksione që janë forma matematikore të shkruajturit, gjithashtu janë stilime gërmash dhe ngjyrosja e shkrimit, ku në këtë rast ne mund t'i vendosim një ngjyrë për ta theksuar atë si element, ose mund të ngjyrosim gërmat në varësi të kërkesës ose të estetikës së shkrimit. Përveç pjesës së stilimit të shkrimit, neve kemi edhe pjesë të tjera që janë të bëjnë me listimin e teksteve ose elementeve të një formati të një teksti. Tekstet mund t'i listojmë përmes bullet. Bullet mund të marrim disa dizenjo të përcaktuara në Word dhe mund të shkruajmë emërtime të ndryshme duke i listuar, ose mund të ketë edhe forma numerike të të listuarit, ku këto bëjnë numërim me paragrafësh ose numërim me elementësh të një liste. E supozojmë që kemi listë 1, mund të kemi një numërim liste, dhe këto bëjnë listë 1, listë 2, e kështu me radhë. Përveç këtyre kemi përsëri ngjyrosjen e backgroundit ose temën së përcaktuar sipas nevojave. Këtu kemi një stilim të shkrimit, ku ne mund të zgjidhim stilin e paragrafeve ose formave të dëshiruara për t'i shkruajtur ose për t'i përfshirë në dokumentacionin tonë. Përveç kësaj ka edhe find dhe replace. Find zakonisht është një gjetje, e supozojmë kemi një listë emërore dhe kërkojmë të gjejmë një emër ose një fjali, siç është për shembull një listë, dhe e gjejmë në tekstin e shkruar. Përveç këtyre ka edhe një element tjetër që është replace. Në këtë element, për shembull, ne mund të zëvendësojmë një fjalë list me W, mund t'i bëjmë një replace vetëm të një fjale, ose mund t'i bëjmë të gjithë fjalive, dhe siç e shikojmë, ne tashmë të gjitha fjalët list i kemi zëvendësuar me shkronjën W. Kjo përdoret gjithsesi në raste kur dëshirojmë të shkruajmë shkronjën N, e cila nuk është në tastier, dhe vendosim që në të gjithë tekstin e shënojmë me W, dhe në fund fare zëvendësojmë W-n me gërmën E dhe bëhet një zëvendësim i plot i të gjithë fjalive të cilët kanë këtë gërm. Kjo është pjesa më e rëndësishme në Home, ku ne bëjmë të mundur stilimin e shkrimit dhe formatimin e shkrimit sipas nevojave të biznesit dhe sipas një forme estetike të kërkuar. Pastaj kemi insert. Në insert ne mund të bëjmë disa elemente, ne mund të kryejmë disa funksione të caktuar. E supozojmë që kemi një listë 1, një listë 2, pastaj kemi unë quhem Arsilda Prencian. E supozojmë që këtë fjali nuk dëshirojmë ta kemi në këtë faqe Wordi, por ne e kalojmë në një faqe të re Wordi dhe vendosim një page break. Siç e shikoni, këtu krijuar një faqe re e dokumentit Word dhe u bë mundur që ai tekst që ishte shkruar në faqen e parë të kalonte në faqen e dytë. Këto page break-et përdoren kryesisht për të krijuar edhe faqe të reja ose ndarje të teksteve. Një tjetër element i rëndësishëm në insert janë vendosja e tabelave. Tabelat mund t'i dizenjoni sipas përzierjes së grafikës, duke përzgjuar numrin e rreshtave dhe kolonave, ose mund të vendosni me insert table, mund të vendosni numrin e kolonave, supozojmë që do ketë 3 kolona dhe 1 rresht, dhe në këtë mënyrë kemi vendosur edhe
dhe tabelat. Tabelat në këtë rast, kryesisht në insert, kur vendosim tabela, ikona, fotografi, gjithmonë del edhe një dizajn, ku na jep mundësi që ne ta dizenjojmë tabelën sipas preferencave ose sipas kërkesave specifike, duke i dhënë ngjyra ose duke përzgjedhur modelin në cilën mendojmë që bëjmë pasqyrimin më të plotë të informacionit. Shkojmë përsëri tek insert dhe në insert gjithashtu ne mund të vendosim edhe fotografi në pictures, mund të përzgjedhim nga device, mund të përzgjedhim fotografi tona, e supozojmë se kemi të ruajtur në downloads një fotografi dhe më pas këtë fotografi të përzgjedhur e bashkangjisim këtij dokumenti. Pastaj ka edhe shape. Këto janë forma të cilat ne mund t'i vendosim në dokumentin ton, janë forma orientuese ose organizuese të informacionit. Ne mund t'i zmallojmë, t'i zvoglojmë dhe të përzgjedhim formatin dhe drejtimin e duhur në mënyrë që tabelat ose informacioni jon të jetë sa më orientues dhe më kuptim plot. Përveç ikonave, mund të vendosin edhe chartit ose grafiqet, e supozojmë që përzgjedhim këtë grafik dhe e shohim që në grafik në fakt ne na jep mundësi direkte të punojmë mbi një tabelë Exceli ku ne mund të hellim të dhënat, e supozojmë klasa 1 dhe shikojmë që shtohet në tabelë, vendoset vlerat dhe në mënyrë automatike i gjithë informacioni i organizuar në tabelën e Excelit mund të afishohet edhe në tabelat në grafikun e atashuar në dokument. Në insert gjithashtu, përveç ka headers and footers, këto janë të rëndësishëm, kryesisht e supozojmë që dona të krijojmë një kopë të një dokumenti, për shembull të gjitha dokumentat që ne i kemi në zyrë ose në biznesin ton, përmbajnë për shembull emrin e biznesit ton, biznesi i jon, dhe të gjithë dokumentat kanë emrin e biznesit. Kjo e bën një formë më profesionale ose më identifikuese dokumentin që i përket biznesit tuaj. Përveç headers ka edhe footers. Tani mund të krijoni disa idera të ndryshme, mund të vendosni emrin tuaj, Arsilda, dhe ky i atashohet automatikisht çdo dokumenti, vendoset emri juaj, ose përveç emrave në headers ka gjithashtu në footers, në pjesën fundore të dokumentit janë edhe page number, ose mund t'i përzgjedhni edhe në footer janë numërimi i faqeve, ku zakonisht në relacion ose në raportet të cilët janë me shumë faqe, zakonisht i vendosin faqja parë, faqja dytë në mënyrë që të ketë një informacion të plot mbi përmbajtjen dhe volumin e dokumentit. Në insert gjithashtu mund të gjahen edhe elemente të tjerë, për shembull në insert që mund të përdoret në formulimin e dokumentave të zyrë është edhe signature line. Kjo është për të hartuar një formë profesionale të vendosjes firmës, për shembull zakonisht nëpër dokumenta gjen emër, mbiemër, firmë, mund të vendosni dhe mund ta vendosni të tillë. Ky është një format i njohur, ku kryesisht i kemi parë në shumë biznese, ku vendoset, specifikohet një vend përkatës ku personi do hell emër, mbiemër dhe firmë. Përveç elementeve të paraqitur deri tani, një tjetër janë edhe simbolet. Tani tek simbolet kryesisht janë të përdorshme format e monedhave, siç është poundi ose euroja. Por gjithashtu mund të ketë edhe forma simbolesh të tjera të ndryshme, të cilët mund t'i nevojiten t'i bashkohen, të paraqiten ose të demonstrohen në dokument, në mënyrë që ai të jetë më i kuptueshëm dhe më profesional përballë klientit, dhe ju mund të zgjidhni forma të ndryshme të simboleve që janë të nevojshme për rastin tuaj. Përveç insert, tani
Ka edhe design janë për dizajnimin e formave më të mëdha të shkrimit. Sipas kërkesave, ju mund të përzgjedhni forma të ndryshme që ju ndihmojnë për ta stiluar shkrimet tuaja. Përveç kësaj është rëndësishme në dizajn edhe watermark. Watermark është një formë e stampimi i padukshëm i dokumentit në rast se kemi të bëjmë me një dokument konfidencial. Ne jemi në gjendje që këto t'ja bashkangjitim të gjithë dokumentave të tjerë për të treguar rëndësinë dhe specifike në dokumentit në të cilën jemi duke hartuar ose dokumentit të cilët jemi duke ju treguar klientave në mënyrë që ajo të jetë më e dukshme konfidencialiteti i dokumentit tuaj, ose mund të jetë don't copy që nuk lejohet kopimi i dokumentit, ose mund të jetë një draft ose një model. Këto zakonisht janë forma që ne i shikojmë nëpër dokumentacione të cilat kanë nevojë për një specifik të veçantë dhe kanë nevojë që ato të jenë edhe të dukshme, të printueshme dhe të dukshme për punonjësit ose për klientat dhe krijohet një formë më sensitive ndaj informacionit ose dokumentit për cilën bëhet fjalë. Pastaj kemi layoutet ose formatimi i faqeve të Wordit, kemi margins ku ne mund të formatojmë dokumentin tonë, mund të vendosim sa duhet jetë pjesa lartë, pjesat e djathtës dhe anësore. Kemi orientation ose orientimin e dokumentit, ku mund të përzgjellim forma të ndryshme të printimit të informacionit mbi letrën ose mbi dokumentin Word. Janë forma të ndryshme të shkruarit dhe në pjesën tjetër ka disa elemente tjerë të cilët janë edhe të avancuara. Në referencat mund të jetë në tables, zakonisht kjo përdoret kur ne duam të krijojmë përmbajtje tabelash, ku kemi faqen e parë të një raporti, për shembull, ose të një broshure të cilët neve publikojmë dhe neve japim të gjithë përmbajtjen e dokumentit, ku në faqen kaq ndollet kjo përmbajtje ose në faqen aq ndollet një përmbajtje tjetër. Kjo është në mailing, është një diçka më e avancuar. Në review janë të përdorshme translate, të supozojmë që ju kërkoni që të përktheni e supozojmë që përzgjellim gjuhën shqipe në anglisht dhe e përkthejmë këtë pjesë dhe jep pjesën në gjuhën angleze. Kjo është pjesa e përkthimit, ku mund të jetë e përdorshme ose mund mos jetë e përdorshme. Gjithashtu mund të ketë edhe komente, ku ju mund të lini komente ndaj një dokumenti të caktuar. Ai dokument mund të punohet nga juve, por mund të punohet edhe nga dikush tjetër. Ka edhe një share ku ju mund t'i bëni të mundur shkëmbimin e këtij dokumenti me një person tjetër dhe lërjen ose mbajtjen e shënimeve përmes komenteve, ku edhe personat e tjerë të cilët mund të punojnë, mund të kenë mundësi ta verifikojnë ose ta shqyrtojnë atë pjesë të dokumentit, dhe ndryshimet që bën nga ana juaj të shfaqen edhe tek dokumentet e kolegëve ose personave të tjerë të cilët janë të autorizuar për këtë dokument. Pastaj kemi view. Pjesa më e përdorshme në view mund të zballojmë ose mund ta zvoglojmë dokumentin. Kjo zoomi është edhe në pjesën e poshtme, ku mund të bëhet zmadhimi për lehtësi leximi ose punimi ose zvoglimi. Dhe në pjesën më të rëndësishme, këto janë elementet më kryesore të një dokumenti Word. Pastaj bëhet e mundur ruajtja e këtij dokumenti. Për pjesën e printimit, ne mund ta printojmë dokumentin dhe këtu sërish kemi mundësi për ta konfiguruar. Mund të printojmë në një faqe ose mund ta printojmë dokumentin në të dy anët e faqes. Mund të zgjedhet sërish orientimi i fletës, nëse duhet jetë në pozicion landscape ose portret.
Përzgjedhen edhe forma të tjera, të cilat mund të bëjnë të mundur printimin sipas dëshirës tuaj, ose zgjidhni dhe sa kopje mund dëshirohet të printohet. Printin mund ta përzgjidhni përmes fajlit, duke klikuar file print, ose mund të jepni CTRL-P nga tastiera dhe menjëherë del pjesa e printimit. Përveç pjesës e printimit është edhe ruajtja e dokumentit. Në save, dokumenti kërkon një emër, supozojmë që është një test, dhe mund ta përzgjedhim e ruajmë në OneDrive, që mund të jetë drive juaj, cloud juaj personal, ose mund ta zgjedhim ta ruajmë në kompjuter. E klikojmë 2 herë dhe ne përzgjedhim vendodhjen në desktop dhe vendosim emrin test document. E ruajmë dhe tani dokumenti jonë është i ruajtur në desktop. Ne mund të bëjmë të mundur fshirjen, kopimin dhe riemërtimin, e supozojmë që të bëjmë me test një dokumenti të ri Word dhe e hapim sërish. Përveç ruajtjes në dokument Word, ne kemi mundësi që këtë dokument ta ruajmë edhe në formatin PDF. Formati PDF preferohet kryesisht si një formë përfundimtare e dokumentit, pasi ne kemi bërë të gjitha shtimet, të gjitha e supozojmë që i kemi përfunduar të gjitha elementet dizenjë, të gjithë përmbajtjen e dokumentit, dhe tani këtë dokument ne do ta shkëmbejmë me klientët, ose mund si një formë zyrtare, ose në të njëjtën kohë mund ta ruajmë në folderat tanë si një formë përfundimtare e cila nuk kërkon më ndryshim. Ky zakonisht preferohet të ruhet në PDF. Mund t'japim një save as dhe në pjesën ku thot Word Documents ose extensioni, që në këtë rast është doc, që është një mbaresë tipike e fajlave ose dokumentave të cilat janë të shkruar në Word, ne zgjedhim PDF. Në këtë rast .dot ose .pdf do të thotë që dokumenti i ruajtur është i formës PDF dhe vendosim test 2. E ruajmë në kompjuter, klikojmë 2 herë dhe siç e shikoni kemi një test 2, zgjedhim desktop dhe është një PDF. Ne kemi mundësi që në desktopin ton të kemi dokumentin në PDF. Edhe këtë PDF neve mund ta riemërojmë, mund ta fshijmë, mund ta kopjojmë, vendosim që ta fshijmë. E hapim edhe një herë një dokument Word dhe shkruajmë sërish një fjali dhe vendosim që ta ruajmë. Tani ne mund të zgjedhim tek file, save as, ose për ta ruajtur, menjëherë mund të shtypim CTRL-S, që është nga command prompti, dhe ti zgjidh locationin, zgjidh more options për ta bërë më vizive, më të dukshme dhe më të lehtë për të kuptuar. Vendosim vendodhjen ku do jetë ruajtur ky dokument dhe ruajmë në this desktop dhe e ruajmë në desktop. Okay. Tani është i ruajtur në dokumentin Word, ose mund ta ruajmë sërish. Save a copy, ose në këtë rast mund ta ruajmë në PDF siç e bëmë në rastin e parë, ose mund bëjmë eksportimin. Në këtë rast me export ne mund të krijojmë një PDF, e ruajmë në desktop dhe japim publish. Hapet dokumenti i ri i krijuar në PDF dhe e shikojmë që dokumenti është ruajtur.
Edhe këtë mund t'i vendosim një emër të ri në test 2. Dhe tashmë kemi një dokument PDF-je. Dokumentat PDF janë të preferueshme për t'u printuar, për t'u ruajtur dhe edhe gjatë shkëmbimeve me email, zakonisht është një format më zyrtar dhe më përfundimtar i punimit tuaj në aplikacione të ndryshme. Zakonisht punimeve të Word-it. Gjithashtu në aplikacionin Word, e hapim sërish. Diçka që desha për ta nënvizuar është që siç e shikoni dokumentet në Word janë me doc ose docs, varet nga versioni i Word-it, ndërsa dokumentet e ruajtur në PDF kanë mbaresën PDF, që do të thotë në këtë rast ti e kupton se me çfarë programi është i ndërtuar një dokument i caktuar. Shkojmë tek Word dhe tani unë e kam të shfaqur developering, por mund ta bëjmë me një opsion që e supozojmë që nuk është në versionet më të përgjithshme dhe fillestare të Word-it, vetëm këto janë menut kryesore: Home, Insert, Draw, Design, Layout. Në momentin në cilën ne kërkojmë të bëjmë një form ose të krijojmë diçka më të avancuar, mund të klikojmë tek File, kemi një Options në fund dhe mund të shkojmë të Customize Ribbon dhe developeri mund t'jeti pa klikuar, e klikojmë dhe bëjmë të dukshëm. Në këtë moment shfaqet në Word developeri. Develop është një formë që përdoret shumë për krijimin e formave ose formateve shumë të përdorshme nëpër biznese, kryesisht për pyetësor ose për forma të ndryshme të cilat kërkojnë plotësim nga ana e klientit ose e studentëve. Janë edhe format që përdoret për teste, por për një kuptim më të plot, ne do fillojmë të përdorim disa nga funksionalitetet e developerit. Për shembull, një ndër format e përzgjedhura, për shembull e supozojmë, përshkruani shtëpinë tuaj dhe e supozojmë që shtëpia ka balkon, ka kuzhinë, ka dhomë gjumi, ka korridor e tjerë. E supozojmë që ne kemi krijuar një dokument i cili do na jep mundësi që klienti të përshkruaj për shtëpinë e vet duke përzgjedhur disa nga opsionet. Për rastin konkret, një nga format më të përdorshme është checkboxi. Checkbox, siç e shikoni, e klikon ose nuk e klikon në rastin kur ai është i vërtetë. Checkbox do të thotë kur ti jep mundësi që brenda një 4 ori ose një forme të gatshme të zhvilluara nga Word-i, ne të kemi mundësi të japim përdorim në format e ndërtuara nga biznesi ose për nevoja studimi. I shtojmë të gjitha nga këto checkboxe. Mund të krijojmë një dizenjo për momentin, duke qenë se nuk kemi hapësirë kohore, unë do t'i lë thjesht për t'i shfaqur më shumë. Dhe siç e shikoni tani, personi ose klienti juaj mund t'japi mundësi që të përzgjedhë checkboxin, përmes checkboxit të jap një informacion rreth të dhënave të shtëpisë së tij. Supozojmë që shtëpia e tij nuk është se ka balkon, por ka korridor, dhomë gjumi dhe kuzhinë. Dhe
Këto janë informacionet kryesore, ose mund të ketë edhe më shumë elemente tjerë në listën e përshkruar, por këto janë elementet që përbëjnë shtëpinë e tij, ose përshkruajnë përmbajtjen e shtëpisë së tij. Përveç kësajt, ne mund ta kemi në formë, ju lutem, shtoni foto të shtëpisë. Dhe vendosim foton. Në momentin në të cilën ne kemi vendosur këtë si opsion, po ta klikojmë, klientit ose personi I cili do ta plotësojë këtë formë, I jepet mundësia që përmes klikimit të kësaj fotografie mund të kemi mundësi të shtojmë foto nga fajlat, nga kompjuteri, nga imazhet ose nga vendodhje të ndryshme ku janë të ruajtura këto fotografi. Përveç kësaj, ju lutem, shënoni emrin, mbiemrin tuaj. Në këtë rast, ne mund të japim një klik dhe shënohet. Në këtë mënyrë I jep një vendodhje ku ai duhet ta shënojë emrin e tij dhe të dhënat e tij personale. Këto janë korniza të dedikuara për të shkruar një tekst. Përveç kësaj forme të përfshirë në formatin tuaj, ka edhe elemente tjerë, për shembull, zgjidhni dhojën e shtëpisë. Në këtë rast, ne mund të shtojmë një choose an item ose zgjedh një item. Në këtë rast ne nuk kemi se çfarë të përzgjedhim, por mund ta shkojmë te properties dhe këtu mund të shkruajmë add. Në këtë rast apartament. Add. Në këtë rast shënojmë shtëpi private. Në këtë rast mund të shënojmë, nuk e di çfarë lloj ambienti tjetër banimi, shtëpi attach ose shtëpi druri, pushimi druri, nuk e di diçka e tillë. I bajmë OK dhe shikoni këtu përzgjedhet një listë ku në këtë rast përzgjidhni formën që përshkruan shtëpinë e personit të cilët kërkon që për cilën kërkohet të plotësohet ky formular. Supozojmë që përzgjedhet shtëpi private. Përveç kësaj ju mund të keni edhe, supozojmë që mund ta modifikoni, nuk e shënoni shtëpi private, mund të shtoni dhe shtypni modify. Supozojmë që nuk ju pëlqen, nuk dëshironi të jetë më pjesë e listës tuaj shtëpi druri dhe e heqni dhe ngelet vetëm apartament dhe shtëpi private. Tani ka ndryshuar listimi, është thjesht apartament dhe shtëpi private. Siç e shikoni, kjo është një listë e thjeshtë e cila përmban disa element të cilat mund të jenë dhe mund ta prezantojnë një formë ose një formular profesional dhe në të njëjtën kohë ndihmon edhe përdoruesit e këtij formulari ose atyre që kërkohet të plotësohet, që informacioni në të cilën kompania ose biznesi kërkon prej tyre të jetë sa më I organizuar dhe sa më I qartë, duke mos pasur nevojë për një përshkrim informacioni të panevojshëm ose ngarkesë me informacione të cilat nuk I nevojiten biznesit ose nuk janë qëllimi I pyetësorit ose I formularit në të cilën ju dëshironi prej cilit ju dëshironi të merrni dhënat. Përveç pjesës së hartimit të formularit, ne kemi mundësi edhe të japim një restrict edit. Në këtë rast
ne I japim një vlerë tjetër dokumentit, e supozojmë që ne nuk dëshirojmë që personi I cili do ta marrë këtë dokument të mund të ndërhyjë në pjesët të cilat nuk I përkasin ose në përshkrimet të cilat nuk dëshiron që që klienti ose personi I cili do ta përdor këtë formular të ketë mundësi për t'i edituar, për t'i fshirë ose për t'i transformuar. Për këtë arsye ne I japim restriction ose kufizojmë editimin. Në këtë rast, ne mund të përzgjellim, mund të kemi duke përzgjedhur ndryshim, duke I përndjekur të gjitha ndryshimet që bëhen, komentet, në këtë rast lajm read only. Në këtë rast ne lejojmë që ky dokument të jetë vetëm I lexueshëm dhe nuk lejojmë që personat të cilët do ta marrin këtë dokument ta transferojnë ose të bëjnë shtime ose pjesë ndërhyrje në dokument që juve nuk dëshironi të jetë lejueshme. Dhe restrict edit është një tjetër formë që bllokon ndërhyrjet në dokument. Këto janë pjesët më të rëndësishme që kisha vendosur për t'i bashkëndarë me ju në pjesën e dokumentit, në hartimin e dokumenteve Word. Sigurisht që Word I ka edhe pjesë tjetër më të avancuar ose gjërat e tjera të cilat për pjesën e fillestar ose për pjesën e njohuritë bazike janë të tepërta ose të panevojshme, por to janë pjesa më e rëndësishme në hartimin e një dokumenti Word dhe shpresoj që të ketë qenë e mjaftueshme shpjegimi, po për çdo paqartësi ju lutem më njoftoni që unë të t'ju jap më shumë informacion ose t'ju ndihmoj për probleme teknike ose paqartësi të ndryshme që ju mund të keni gjatë përdorimit të këtij programi.